Partia Socialiste organizon një shkollë politike ose një akademi politike në cilën vejmë re se si Fatmir Xhafa, Erion Braçe dhe Ulsi Manja apo Niko Peleshi i bëjnë leksione në lidhje me legislativin dhe funksionimin e këtij pushteti apo me detyra që duhet të ketë një deputet, ndërkohë që deputetët e Partisë Demokratike vazhdojnë dhe anatemojnë procesin e numërimit, ka nga ata që kanë dalë kundër qëndrimit Partisë Demokratike, se zoti Aulon Kalaja, ka të tjerë të cilët thjesht luftojnë për interesat personale dhe votën e tyre si zoti Dojgjani, e disa të tjerë që nuk ndjehen. Si do duket ky lloj drejtimi politik që ka secila nga dy forcat kryesore, pra Partia Socialiste dhe Partia Demokratike? Në fakt, nuk po t'i shohësh, po t'i marrësh në analizë të dyja forcat politike, duket sikur nuk fuqen në asnjë drejtim. Do të thënë janë në pole të ndryshme. Partia Socialiste ose më saktë kryeministri Rama, domethënë në këtë situatë, do të thënë post zgjedhore, shpik diçka që e quajnë akademia politike, e cila më shumë se sa për të formuar këto deputetët e ri, është një metodë për të treguar që ai jo vetëm kontrollon gjithçka brenda Partisë Socialiste, por i imponon deri në gjenezë në mënyrën se si duhet të sillen deputetët e ri, apo se si lektorët, po themi në thojza lektorët, duhet të japin mësim përpara këtyre deputetëve të ri që në shtator pritet që të futen në parlament. Se ka parlament. fuqinë që t'i bëjnë gjitha këto imponime, ose këtë lloj teatrosh politike. Jo vetëm e ka fuqinë, por në një lloj mënyre ai argëtohet me këtë pjesë. Po? Pra, përveç se i kontrollon në gjithçka, ai argëtohet edhe me mënyrën se si ato duhet të sillen. Domethënë, ato duhet të vinë, duhet të marrin një dosje në dorë, duhet të dëgjojnë me vëmendje, si student të mirë para profesorëve. Por më e bukura është që profesorët, në thojza pra profesorët, të cilët tentojnë që të japin eksperiencën e tyre apo të flasin për partinë se si duhet të sillet apo se si deputetët e ri të kenë kontakte me elektoratin që i ka zgjedhur e të tjerë. Do të thënë vetë profesorët e mëdhej në fakt janë disa shtojca të kryeministrit Edi Ramës, i cili duke i caktuar në këto detyra apo duke u lënë vendin që ti je këtu dhe ti tjetri këtu, në fakt, po i paralajmëron për të disatën herë, pavarësisht se ato e dinë, që në këtë parti dhe në qeverisje jam unë dhe pastaj jeni ju të tjerët. Aty ku t'ju caktoj unë dhe atë çfarë dua unë. Pra, qartësisht në mandatin e 4 u ka lënë të kuptohet që askush prej tyre nuk mund të dalë nga rruga që zgjedh vetë ai, pra vetë kryeministri. Nga ana tjetër, kemi Partinë Demokratike, e cila në një kaos total, duket sikur më tepër po kërkon kohë për të mbuluar kohën e shkuar, pra për të mbuluar 11 maj, me idenë që t'i shkojë deri në fund, po themi, anës ligjore të procesit post-zgjedhor. Në fakt kjo nuk është nuk sjell asnjë lloj ndryshimi brenda Partisë Demokratike, as në mandate, por as në atë kauzën që ato tentuan të krijojnë, me idenë që në kutitë e votimit, më thonë, kishte manipulime. Në fakt, kjo ishte një gaf për mua e PD-s, sepse ata të parët e kanë të qartë që manipulimi nuk bëhet kaq i trash. Për më tepër që kodi zgjedhor e parashikonte që mundësinë e hapjes së kutive të votimit. Dhe në këtë mënyrë subjekti tjetër politik në pushtet nuk do ta linte devijimin e votës në kutitë e votimit, sepse gjithçka që ndodhte ishte pak kohë para fushatës elektorale ose po themi 2-3 ditë para ditës së votimit, gjithçka ishte përcaktuar aty. Ndikimi me administratën, shantazhi, shitblerja e dyshuar e votës, përdorimi i krimit të organizuar, ishin para 11 majit. Dhe ajo çfarë
fshihnin kutitë e votimit me 11 maj, nuk do ta gjente dot PD-ja tani, sepse gjithçka ishte e përfunduar. Dhe për mua ishte një lëvizje taktike politike, A mendon që jo do e dur nga... do eci teatri politik që po mundohet të shes PD-ja me këtë idenë e rilegjitimimit si ekip, si leadership drejtues, po qoftë edhe si kryetar vetë zoti Berisha nëpërmjet kësaj farsë si ide se zgjedhjet tu janë vjedhur, sepse zoti Olon Kajlaja në deklaratë ka thënë që vjedhjet do ishte nëse do kishte indiferencë 30.000 vota. Po 300.000 vota ka thënë janë një realitet i cili duhet njohur dhe ata janë në absurd fakti që nuk njohin këtë realitet. Dhe madje ka ngilur i zgënjur për mënyrën se si është drejtuar vota nga strukturat e partisë dhe se si ai pretendon që zoti Arjan Doi ka bërë një padrejtësi në lidhje dhe me votat që i takojnë atij në qarkun e Durrësit. Mua më vjen mirë që qoftë edhe njerëz i vetëm apo disa qoftë edhe individ të tjerë, domethënë po jo aq të zëshëm, e ngren këtë lloj shqetësimi brenda Partisë Demokratike. Sepse në fakt, përpara se të kërkosh tek kundërshtari, me të drejtë që duhet ta kërkosh, do të kthesh një herë syt nga vetja. Dhe ajo që shifet brenda PD-s, shifet që strukturat e PD-s ose grupimet të caktuara, apo qoftë edhe ato lobime, po themi, interesash ekonomike e tjerë, në një lloj mënyre apo në një tjetër, në vend që të bënin fushat, po themi, kundër kundërshtarit politik, bënin fushat brenda partisë së tyre, që ato vota të cilët mendonin që kishin sigurta që ishin të PD-s, ti kanalizonin për një kandidat të caktuar. Në fakt kjo ka ndodhur pothuajse në të gjithë qarqet e Shqipërisë. Dhe aty këtu 2-3 element në një qark, 2-3 element në një tjetër, duket që kanë pasur privilegjin që strukturat drejtuese të partisë apo grupime të tjera, që e thash përfshi edhe biznesin apo të pjesën okulte, të punonin për kandidat të veçantë. Dhe kjo tregon atë që zgjedhjet në Shqipëri, je në opozitë apo je në qeverisje, ka një problematik e cila lidhet me një mendësi, pra me një mentalitet i shtrirë në 3 dekada, që e rëndësishme është që të kesh mbështetjen e grupimeve të caktuara që ndikojnë në vot, dhe jo ti të parashtrosh një program, apo të jesh një individ i cili përfaqëson, po themi, me qëndrimet e tua, me programin tënd, me mënyrën se si e shfaq, përfaqëson një grup të madh zgjedhësish. Pra kjo ka humbur. Sot edhe brenda opozitës janë interesa dhe individ të cilët kanë këto lidhje që deri diku janë okulte, por po themi nuk janë antiligjore, por nuk janë të drejtë. Je i qartë. Dua të them dhe pyetjen e fundit, duke qenë se koha që kemi në dispozicion është drejt përfundimit. Është bërë me dije që ministri i cili po hetohet, paktën në arenën publike, kjo është bërë me dije, është Arbian Mazniku, sepse flitej që SPAK po heton një ministër të kabinetit Rama. Si e shikon veprimin e SPAK-ut mbas procesit zgjedhor, pra qoftë me ekzekutimin e urdhër arresteve për klanin Troplini, qoftë edhe në këtë rast tashmë që kemi dhe një goditje politike të nivelit lartë, pra të zyrtarëve të lartë. Si e shikon, mos është një rilegjitimim i SPAK-ut për shkak sepse task forca e SPAK-ut le të themi që pati një dështim ditën e zgjedhjeve, apo e shikon si një ecuri normale e mënyrës se si operon drejtësia? Pyetja fundit për ty, miku im. Fole për SPAK-un në lidhje me zgjedhjet. Në fakt, vetë SPAK-u është në zgjedhje. Është në zgjedhje jo vetëm e përfshirë, po themi, me mos ndërhyrjen e saj në kohën e dur, por edhe zgjedhje brenda strukturës së saj. Sot SPAK-u, është kthyer, dhe këtë kam nga burime mirëfilltas të brendshme, është kthyer në një situatë gati si forcat politike. Që do po zgjidhet drejtuesi i ri i BK-s dhe aty ka konflikte, ka interesa, ka ndërhyrje, ka lobime, e të gjitha, tregojnë që edhe institucioni i SPAK-ut konceptin zgjedhje e ka pothuajse identik me konceptin e politikës. Pra, këtu jemi në atë fazën e cila
për fat të keq, ka prekur edhe këtë institucion. Për të dalë tek pyetja juaj. Po, SPAK në një lloj forme ka humbur legitimitetin specifikisht për çështjen e hetimit të krimit zgjedhor. E ka humbur jo vetëm e mos ndërhyrjen në kohë, por edhe ato denoncime të cilët erdhën me emër, me mbiemër, apo ishin qartësisht të prekshëm nga pjesa, po themi, me pamje filmike, etj., nuk pati ndërhyrje. Unë po shoh sot që Partia Demokratike her pas here nxjerr këto video të cilët tregojnë që ka pasur manipulim të votave në ditën e votimit apo ndikim të personave të ndryshëm. Atëherë si është mundur që SPAK nuk bën asnjë lloj lëvizje, qoftë edhe post zgjedhjeve? Pra, e gjitha kjo po, të lë të kuptosh që realisht SPAK, pavarësisht që në fillim erdhi me idenë e task force-së e cila do të parandalonte krimet zgjedhore dhe do të ndëshkonte personat e përfshirë, realisht dështoi. je i qartë. Tani jemi në fazën tjetër që kanë marrë në hetim një ministër në detyrë, siç është zoti Mazniku. Në fakt ajo dosje nuk është dosje e SPAK-ut. Ajo dosje është dosje që ka kaluar nga Prokuroria e Tiranës tek struktura e posaçme për mos kompetencë. Po. Dhe është një çështje që në lloj forme SPAK-ut i ka mbetur në derë. Dhe nuk është një hetim i mirëfillt i cili ka nisur për, domethënë duke mbledhur element hetimor, të marrë në pyetje apo zbuluar në dokument. Thjesht ajo dosje ka ardhur e gatshme nga Prokuroria e Tiranës, e cila nuk mund të vazhdonte më tej sepse nuk e ka kompetencën për ta vazhduar. Ajo që po themi pritet është që SPAK-u duhet patjetër të dalë me një vendim në lidhje me këtë dosje të zotit Mazniku. Por, edhe nëse Mazniku merret i pandehur, apo akoma më shumë, po themi, mund të shkojmë në një masë sigurie, nuk po them masë ekstreme, por një masë sigurie ndaj tij, kjo nuk përbën asnjë lloj efekti si në mënyrën e qeverisjes, por ashtu edhe në statistikat e SPAK-ut. Je i qartë dhe të falenderoj. Problematika Jashtëzakonisht.